Kryeministri i Partisë Demokratike Sali Berisha në një deklaratë për mediat ka deklaruar se në 12 vitet e fundit bujqësia shqiptare ka pësuar rënje. Ai ka paralajmëruar se pas 11 majit vendi ynë do të dalë nga Ballkani i hapur, ndërsa ka renditur edhe masa që do të merren në ndihmë të fermerëve shqiptar. Made in Albania, shtyllë kryesore e Shqipërisë madhështore, kërkon një bujqësi të zhvilluar dhe një fermer shqiptar të suksesshëm. Bujqësia në Shqipëri këto 12 vite ka njohur rënje të madhe. Me firmosin e Ballkanit të hapur, mira e mira, ferma bujqësore dhe blegtorale në Shqipëri kanë falimentuar. Prodhimi bujqësor dhe blegtoral ka një rënje dramatike. Numri i krerëve të bagëtive është ulur me 62% krahasuar me vitin 2013. Sot, 80% e prodhimeve bujqësore dhe blegtorale në tregun shqiptar vijnë nga importet. Bujqësia e cila punëson rreth gjys milioni shqiptar dhe jep 19% të prodhimit të brendshëm bruto merr si një mbështetje nga buxheti gjithsejt 0,19% të prodhimit të brendshëm bruto. Programi ynë për Shqipërinë madhështore në bujqësi bazohet në Made in Albania. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha nuk ka ndalur akuzat as ndaj kreut të qeverisë. Ai u shpreh se kryeministri Rama, sipas tij, ka dalë nga realiteti dhe është futur në një realitet me hardhuce e bretkosa me lul bravën. Vetëm me avion, vetëm fluturim. I shpenzon, merr, thuja, kopshtin e Edenit, 5 milion euro, 31.000 pensione, dhe hypes bërshkalt mbi 31 shqiptar që marrin pension me cilin su shqehen do dhe pastaj thot ata që flasin për pensione aq e kaq, mashtrues dhe i pa shpirt. Është i shkputur nga realiteti, është futur në një realitet zoologjik dhe idilik. Me lul bravën. Zoologjik, me hardhuca, me zhapi, me reptil. Kryedemokrati Berisha në deklaratën e radhës për mediat ka vijuar me programin politik të Partisë Demokratike. Berisha tha se Made in Albania është shtylla kryesore e Shqipërisë madhështore.